Në një qytet bregdetar të Italisë së Jugut, ku rrugicat përshkoheshin nga aromat e kafes dhe zërat e turistëve që përzienin çdo gjuhë të botës, ndodhej një lokal luksos i quajtur La Vela d'Oro. Ishte vendi ku njerëzit e pasur, politikanët e qytetit dhe biznesmenët e huaj vinin për mëngjeset e tyre të ngadalta e për darka që zgjasnin me orë. Pronarët e lokalit ishin vëllezër italian, të njohur për shërbimin perfekt dhe rregullin e hekurt. Në mesin e stafit, kishte një vajzë që binte në sy, jo për ndonjë grim të rënd apo veshje provokuese, por për një thjeshtësi që rall shije aty. Quhej Elira Gjoni. Një vajzë shqiptare 25 vjeçare nga Shkodra, e ardhur në Itali që në moshën 19 vjeç, me një ëndër të qartë, të ndihmonte familjen e saj dhe të ndërtonte një jetë më të mirë. Kishte punuar në disa vende më të vogla, para se ta pranonin në La Vela d'Oro, ku rroga ishte shumë më lartë dhe klientët shumë më të vështirë. Elira kishte mësuar të buzëqeshte edhe kur i digjej zemra. Kishte mësuar të mbante syt ulur përballë klientëve arrogant, të kërkonte falje edhe për gabimet që si kishte bërë dhe të vazhdonte punën pa bërë zhurmë. Por ajo ruante një dinjitet që askush nuk mund ta fshinte, mënyra si fliste, qetësia në sjellje dhe ndershmëria e saj i bënte disa klientë ta respektonin në heshtje. Në atë lokal, një nga klientët më të rregullt ishte Leonardo Rizzi, një biznesmen i pasur, pronar resortesh në Bregdet me mbi 50 milion euro pasuri. Kishte rreth 42 vjeç, veshje gjithmonë elegante, një vetbesim që mbushte gjithë ambientin dhe një mënyrë të folurit që i bënte njerëzit ose ta adhuronin ose ta urrenin. Ishte njeri i mësuar të komandoje, të ketë gjithçka sipas dëshirës së tij dhe nuk pranonte asnjë jo. Të gjithë në lokal e njihnin. Kur ai hynte, zhurma binte për pak sekonda. Djemtë e kamerierët e tjerë ndalnin frymën, sepse një porosje e gabuar me të mund të përfundonte me britma e ofendime. Aftë shtun pas dite, dielli po binte ngadalë mbi det dhe dritat e lokalit pasqyroheshin në gotat e verës. Elira po shërbente në tavolinën numër 12, në qoshe pranë xhamit. Leonardo Rizzi hyri i vetëm, me telefonin në dorë dhe sytë e mërzitur. Kishte pasur një ditë të keqe në zyrë, siç do të zbulohej më vonë, dhe zemërimi i tij kërkonte një vend ku të shkarkojë. Elira e pa që nga fundi i sallës, dhe ndjeu me njëherë një lloj tensioni në ajër. E një të mira të klient, nuk duhej të zemëroje, por as ta lëpije shumë. Një ekuilibër i vështirë që e kishte mësuar me përvojë. Mirëmbrëma, zoti Rizzi, tha ajo me ton të butë, duke vendosur menun mbi tavolinë. Si zakonisht, apo dëshironi të provoni diçka ndryshe sot? Leonardo e ngriti kokën ngadalë. Sytë e tij të zinj, të lodhur, e pan për disa sekonda pa folur. Pastaj tha ftohtë: "Kafja ime e zakonshme. Dhe mos ma sill vonë si herën e kaluar." Elira u shtan për një moment. Herën e kaluar, kishte qenë bari që e kishte ngatëruar porosin, por ajo se kishte kundërshtuar. Vetëm uli sytë dhe tha: "Patjetër, menjëherë." Ajo shkoi drejt banakut, përgatiti kafshatën me kujdes dhe ja çoi pas pak minutash. Por në momentin që vendosi filxhanin mbi tavolinë, Leonardo e pa me sy të akull dhe pyeti: "Kjo është kafeja ime e zakonshme?" "Po, zoti Rizzi." "Espresso e fortë, pa sheqer, me pak shkum, siç e kërkoni çdo herë." Ai mori një gëllënik, ngrysi vetullat dhe pa pritur, përpara të gjithëve e bërtiti: "Kjo është ujë, jo kafe. Ju sjeni në gjendje të bëni asgjën më të thjeshtë." Lokali ngriti kokën menjëherë. Zhurmat pushuan. Elira ngriti syt, fytyra e saj u skuq, por nuk foli. Kishte dëgjuar shumë britma në jetën e saj, por kjo ndjeu se ishte ndryshe, kishte në të poshtërim. Menaxheri, një burr me bark dhe kravatë të ngushtë, nxitoi: "Zoti Rizzi, ju lutem, mos u shqetësoni, do ta zëvendësojmë menjëherë." Por Leonardo se ndaloi aty. Ai shtoi: "Jo, s'dua asnjë tjetër. Dua të di si një vajzë që mezi flet italisht është punësuar në këtë vend. Çfarë kuptoni ju nga shërbimi?" Fjalët ranë si grusht. Elira ndjeu gjakun të i hipte në fytyrë. Për një çast, gjithçka u mjegullua. Kishte dy rrugë, të ulte kokën dhe të largohej si zakonisht ose të fliste. Dhe këtë herë, për arsye që as vetë se kuptoi, zgjodhi të fliste. Ajo ngriti syt, me zë të dridhur por të qartë. "Më falni, zoti Rizzi, por ndoshta nuk është kafeja ajo që ju mungon sot, por qetësia." Publiku mori frymë thellë. Dikush lëshoi një ohë të lehtë. Menaxheri u zverdh. Leonardo ngriti vetullat dhe e pasi të mos e besonte që dikush i kishte folur ashtu. "Çfarë the?" tha ai me një buzëqeshje të rrezikshme. "Thash që ndoshta problemi s'është te kafeja. Ndoshta jeni lodhur, ndoshta jeta ju ka bërë shumë për të duruar, por s'ka nevojë të nxirrni inatin tek njerëzit që thjesht po bëjnë punën e tyre," tha Elira, tani më e qetë, por me një lloj dhimbje të përmbajtur në zë. Në atë moment, lokali ishte aq i qetë sa dëgjoi vetëm zhurma e detit jashtë.
Leonardo qëndroi ngrirë për disa sekonda. Pastaj qeshi. Një e qeshur e shkurtër, nervoze, por e sinqert në fund. Ti je vetmja që më ka folur kështu në këtë vend. Si e ke emrin? Elira. Shqiptare apo jo? Po. Po mirë, Elira shqiptarja sot të faj. Por herën tjetër, kujdes. Ai u ngrit, lë një kartë vizit mbi tavolinë dhe doli, duke lënë pas një heshtje të ngurtë. Pas largimit të tij, klientët filluan të pëshpërisnin. Disa e shikonin Elirën me admirim, të tjerë me frikë. Menaxheri ju afrua me zë të ulët. Ti e kupton çfarë bëre? Ai njeri është pronari i resortit më të madh këtu. Mund të pushojë me një telefonat. Nëse duhet të humbas punën për të mos u poshtëruar, atëherë ndoshta e kam humbur, tha ajo dhe u kthye për të pastruar tavolinën. Por ajo nuk e dinte se në atë moment, një kamerier tjetër kishte filmuar gjithë skenën dhe e kishte hedhur në TikTok. Brenda orëve, videoja kishte mira shikime. Titulli ishte: Milioneri i bërtet kamarieres shqiptare, por ajo i kthen përgjigjen që askush e priste. Të nesërmen në mëngjes, kur Elira mbërriti në punë, ndjeu që diçka kishte ndryshuar. Disa e përshëndesnin me buzëqeshje, disa e shikonin me habi. Menaxheri e priti në derë. Do vish në zyrë menjëherë, i tha me ton të ashpër. Ajo hyri dhe gjeti pronarin e lokalit, një burr i qetë me flok gri që rrallë fliste me stafin. Ai mbante në dorë telefonin dhe po shikonte videon. Kur ajo hyri e uli. Elira, kjo video është në të gjitha rrjetet. Tani gjithë Italia po flet për ty. Unë nuk kam dashur të ndodh, tha ajo me zë të butë. Vetëm reagova si njeri. E kuptoj, por nuk mund të fshihet më. Dhe, për çudi, shumë njerëz po të mbrojnë. Po thonë se ke pasur të drejtë. Në atë moment, dera u hap. Leonardo Rizzi hyri në zyrë. I veshur ndryshe, pa arrogancë, me një shprehje që se kishte parë kurrë më parë. Dua të flas me të, tha ai. Aty nisi diçka që askush se kishte parashikuar. Jo një grindje tjetër, por një histori që do të përfshinte dinjitet, ndjeshmëri dhe një kthes që do të trondiste të dy jetët e tyre. Të nesërmen pas incidentit, qyteti i vogël italian ishte ende në zjarr nga ajo video. Mediat lokale kishin filluar ta transmetonin, titujt ishin kudo. Kamariere shqiptare që i ktheu përgjigje milionerit arrogant. Në disa komente, njerëzit e përshëndesnin Elirën për guximin e saj, në të tjerë e kritikonin se kishte folur pa respekt. Por Leonardo Rizzi, ndryshe nga ç'mendonin të gjithë, e kishte parë videon më shumë se 10 herë. Në zyrën e tij, në katin e fundit të një ndërtese moderne që shikonte nga porti, ai rrinte në heshtje. Sekretarja e pyeti: Zoti Rizzi, do të anulojmë takimet e mëngjesit? Ai se dëgjoi. Në ekran, fytyra e Elirës në atë moment kur i foli, i kishte mbetur në mendje. Nuk ishte thjesht guxim. Ishte një sinqeritet i rrallë që se shihte më te askush. Për herë të parë pas shumë kohësh, një vajzë që s'kishte as para, as status, e kishte bërë të ndalonte dhe të mendonte. Ai ndjeu diçka që se dinte çfarë ishte, ndoshta turp, ndoshta kuriozitet, ndoshta një ndjesi që e kishte harruar. Në mbrëmje, mori makinën dhe u drejtua përsëri drejt La Vela d'Oro. Kur hyri, salla heshti sërish. Elira ishte aty, pas banakut me përparsën e bardhë duke pastruar gotat. Kur e pa, gjaku ju ftoh për një çast. Nuk e dinte çfarë do ndodhte. A do ta pushonte? A do ta përqeshte sërish? Leonardo shkoi drejt saj me hapa të ngadalta. A mund të flasim pak? Tha. Ajo e pa në sy. Nuk kishte frikë. Nëse është për punën, flisni me menaxherin, u përgjigj me ton neutral. Jo për punën. Për dje. Në atë moment, pronari qëndroi disa metra larg, duke vëzhguar. Leonardo e kuptoi që s'mund të fliste aty dhe shtoi. Vetëm 5 minuta jashtë. Të lutem. Ajo hezitoi, por diçka në zërin e tij s'ishte më ajo arroganca e djeshme. Ishte më e butë, e lodhur. Pas pak, hoqi përparsën dhe doli bashkë me të në terracën e jashtme, ku nata binte mbi detin e qetë. Leonardo ndezi një cigare, pastaj e fik menjëherë. Nuk di nga ta nis, tha ai. Nuk jam mësuar të kërkoj falje. Elira heshti. Ai vazhdoi. Por dje dola nga vetja. Jo për kafen, por për gjithçka tjetër. Se di pse, por reagova keq. Dhe ti më the diçka që më ngjiti në tru. Ndoshta nuk është kafeja ajo që ju mungon, por qetësia. Kjo më përndjekshë nga dje. Ajo uli syt për një moment, pastaj tha. Të gjithë kemi ditë të këqija, zoti Rizzi. Nuk ju mbaj mëri. Më quaj Leonardo. Të lutem. Mirë, Leonardo. Por nuk ka nevojë të flasim më për atë. Harojeni. Ai buzëqeshi lehtë. Do doja të ishte aq e thjeshtë. Por unë e vlerësoj mënyrën si fole. Ishte si një shuplak që më duhej. Më bëri të kuptoj se ndoshta kam humbur kontaktin me njerëzit e vërtet.
Ajo ngriti kokën, sytë e saj të kthjellët u ndalën në të tit. Njerëzit e vërtet nuk humbasin kur, Leonardo. Ata thjesht nuk I shikon kur je shumë I zënë duke parë vetëm pasqyrën. Ai qeshi sërish. Ke gojë të mpret për një vajzë që punon këtu. Jo, thjesht kam parë shumë. Nga Shqipëria apo jo? Po. Kam ardhur para 6 vjetësh. Babai im vdiq I ri, nëna ime është sëmur. Kam ardhur këtu për të dërguar para në shtëpi. Kam mësuar italisht nga klientët, jo nga shkolla. E pse nuk e studiuar? Pyeti ai me kurreshtje të sinqert. Sepse nuk mund ta përballoja. Dhe sepse jeta spyet nëse ke ëndra. Të jep punë dhe ti duhet ta bësh. Leonardo e pa gjatë. Ishte e ndershme, pa filtra, pa interes. Dhe ai, që ishte rrethuar gjithë jetën nga njerëz që kërkonin vetëm për parat, ndjeu një lloj ndjesje të çuditshme, si një qetësi që se kishte përjetuar prej vitesh. Do më lejoje të të ftoj për një kafe? Pyeti. Ajo e pa me habi. Kafe. Unë jam ajo që e përgatit, jo ajo që e pi me klientët. Atëherë si mik, jo si klient. Elira qeshi me ndrojtje. Nëse s'më pushoni nga puna, ndoshta po. Nuk do ndodh, tha ai me vendosmëri. Përkundrazi, të doja të më ndihmoje për diçka. Ai e hodhi vështrimin drejt detit. Po mendoj të hap një resort të ri dhe dua të kem njerëz që e kuptojnë shërbimin jo si detyrë, por si ndjenjë. Dua që ti të jesh pjesë e stafit të parë, ndoshta si përgjegjëse. Elira u shtang. Ju dëshironi që unë të punoj për ju? Jo vetëm të punosh. Dua që të më ndihmosh ta bëjmë ndryshe. Njerëz me zemër, jo vetëm me uniform. Dhe pse unë? Sepse dje, në një lokal plot njerëz që më friksoheshin, ishe e vetmja që më the të vërtetën. Ajo heshti. Në sytë e saj kishte një përzierje krenarie dhe frike. Do ta mendoj, tha në fund. Mirë, mos haro, ndonjëherë mundësitë vinë në formën e zhurmës më të madhe, tha ai dhe u largua. Pas asaj nate, gjithçka ndryshoi. Leonardo I dërgoi një mesazh pas disa ditësh. Resorti është gati për projektim. Dua të flasim. Vetëm për punën e premtoi. Elira u mendua gjatë. Kishte frikë se mos gjithçka ishte një loje. Por diçka I thoshte se jo, se ai kishte ndryshuar. Prandaj pranoi të takohej me të në një lokal tjetër, më të qetë. Kur u ulën, ai kishte sjell disa plane ndërtimi. Shiko, dua ta bëjmë këtë vend ndryshe. Jo për milionerët, por për njerëzit që duan kujdes, respekt, qetësi. Dhe dua që ti të më ndihmosh ta strukturojmë pjesën e shërbimit, si dikush që e njeh jetën e punëtorëve, I tha ai. Ajo nisi të flas me pasion. I tregoi për oraret, lodhjen, mënyrën si trajtoheshin kamerierët dhe si ndonjëherë një buzëqeshje e sinqert vlente më shumë se një bakshish. Leonardo e dëgjonte me vëmendje. Për herë të parë, dikush nuk I fliste për fitime, por për njerëz. Ditët u kthyen në javë. Takimet e tyre u bën të shpeshta. Nuk ishin më thjesht biseda pune. Ai filloi të mësonte për jetën e saj, për nënën që priste çdo muaj dërgesën nga Italia, për netët që ajo rrinte zgjuar me libra që lexonte në italisht për t'u përmirësuar. Një natë, pas një takimi të gjatë pune, ai e pyeti. Pse s'ke menduar të studiosh këtu, tani që ke stabilitet? Nuk kam stabilitet, Leonardo. Një pagesë e vonuar, një qira më shumë, dhe gjithçka shembet. Por ndoshta një ditë. Po të ndihmoja unë? Jo, tha ajo prerë. S'dua bamirësi. Dua të arrivet. Nuk është bamirësi. Është investim. Sepse ti meriton më shumë. Ajo e pa drejt në sy. Kishte diçka në mënyrën si ai e tha që se lejonte ta kish kuptonte. Por e ndjeu që po hynte në një zonë të rrezikshme. Një lidhje që s'duhej të linte mes një milioneri dhe një vajze të thjeshtë. Megjithatë, ajo lidhje filloi të ndizet ngadalë. Me mënyrën si ai e respektonte, me mënyrën si ajo nuk I përkulej. Ishin dy botë që duhej të përplaseshin, por po afroheshin. Një mbrëmje, teksa po largoheshin nga takimi, ai I tha: Elira, e ke menduar ndonjëherë se ndoshta fati na vë përballë njerëz që s'do t'i kishim takuar ndryshe? Fati I ose ndoshta një kafe e gabuar, u përgjigj ajo me një buzëqeshje të lehtë. Ai qeshi. E shikon. Edhe kafeja me e keqe e jetës sime rezultoi bekim. Por për fat të keq, jo të gjithë e shihnin kështu. Brenda lokalit, njerëzit nisën të flisnin. Disa thoshin se milioneri po I bënte përpara kamarieres shqiptare. Të tjerë akuzonin se ajo po e përdorte famën e videos për të ngjirur shkallët. Dhe thashë themet, si gjithmonë, ishin më të shpejta se e vërteta. Pas disa javësh bashkëpunimi, projekti I resortit mori formë. Leonardo e përfshiu Elirën në çdo detaj, nga dizajni I brendshëm tek mënyra si do trajnoheshin punonjësit. Në fillim të gjithë ishin skeptik, një kamarier shqiptare të këshilloi një milioner për biznesin.
Por sa më shumë e njihnin, aq më shumë kuptonin se ajo kishte diçka që mungonte tek të tjerët, njerëzillëk, durim, ndershmëri. Një mëngjes, kur po diskutonin për një intervistë që Leonardo do jepte në një revistë ekonomike, ai i tha: "Dua të jesh dhe ti aty." "Ona? Pse?" "Sepse do flas për filozofinë e projektit dhe ajo nisi nga ti. Ti je arsyeja pse po e bëj këtë ndryshe." "Leonardo, njerëzit do keq kuptojnë. Do mendojnë se le të mendojnë ç'të duan. Se kam problem më," tha ai me një ton që zduronte kundërshtim. Elira se shtiu më tej, por se dinte se çfarë fortune po afrohej. Intervista doli pas 2 ditësh. Një foto e madhe e Leonardos në kopertinë me titullin "Biznesmeni që ndryshon filozofinë e luksit fal frymëzimit të një kamarierie shqiptare." Brenda artikullit kishte një foto të saj e bërë gjatë punës. Ajo se dinte që kishin përfshirë imazhin. Brenda orëve, mediat rozë e kapën lajmin. Në portalet lokale filluan titujt: "Leonardo Rizzi i dashuruar me kamarieren shqiptare", historia që po trondit biznesmenin më të fuqishëm të jugut të Italisë. Në lokal, atmosfera ndryshoi. Klientët filluan ta shikonin ndryshe. Disa qeshnin, disa e shikonin me zili. Një ditë, ndërsa po pastronte tavolinat, një grua e moshuar italiane i tha: "E dashur, kujdes me ëndrat e mëdha. Këta burra të pasur të duan për pak, pastaj të harrojnë." Elira buzëqeshi me respekt, por në sytë e saj kishte një hije lodhjeje. Mbrëmjen e asaj dite, mori telefonatën që se priste. Ishte menaxheri. "Elira, duhet të mos vish në punë për disa ditë. Kemi presion nga lart. Lajmet kanë bërë shumë buje." "Nga lart?" "Po, nga zoti Rizzi." Ai e kërkoi vetë. Ajo mbeti pa fjalë. Mendja ju mbush me pyetje. Apo e mbronte, apo po e largonte. Të nesërmen, Leonardo u paraqit në lokal. Kur pa që ajo s'ishte aty, e kuptoi se çfarë kishte ndodhur. Shkoi direkt në zyrë, i zemëruar. "Kush i tha të mos vije?" "Bërtiti." "Vetë ju," i tha menaxheri me habi. U interpretua si urdhër. Leonardo mori frymë thellë. "Zoti im, unë thash se mos e ngacmoja askush, jo ta ndaloni nga puna." Në atë moment, vendosi ta kërkonte vetë. E gjeti Elirën në një apartament të vogël në periferi të qytetit, aty ku ajo jetonte me një shoshe. Trokiti disa herë derisa ajo hapi derën. Ishte pa grim, me flokët e mbledhura e lodhur. "Çfarë do këtu, Leonardo?" pyeti me zë të ulët. "Të sqaroj. Nuk isha unë që të pezullova. Ka qenë keq kuptim." "Keq kuptim? Ndoshta s'duhet të isha bërë kur pjesë e jetës tënde. Çdo gjë që prek, bëhet lajm. Nuk doja që të ndodhte kështu. Por ndodhi. Dhe unë s'kam luksin të fshehem pas pasurisë si ti. Unë humbas punën, respektin, qetësinë. Ti humbet vetëm një ditë reputacioni." Ai heshti. Fjalët e saj ishin si thika, por të drejta. "Të betohem, Elira, s'kam dashur të të lëndoj." "Nuk e dashur, por e bëre. Ndoshta jeta jote është shumë larg nga e imja. Dhe ndoshta kjo ishte një iluzion," tha ajo, duke mbyllur derën ngadalë. Por Leonardo nuk dorëzohej lehtë. Ditët në vijim e kërkoi nëpërmjet mishve, e dërgoi letra, por ajo s'u përgjigj. Ai nisi të ndryshonte. Nuk shkonte më në lokale luksoze, nuk dilte në darka. Sekretarja e tij tha se kishte parë kur kaq të heshtur. Një natë, mori makinën dhe u nis drejt Shkodrës, vetëm. Kishte gjetur adresën e nënës së Elirës nga një dokument që ajo kishte dorëzuar për punë. U paraqit në një shtëpi të thjesht me mure gri dhe një obor të vogël. Një grua e dobët me duar të rrudhura i hapi derën. "Jam Leonardo. Kam punuar me vajzën tuaj në Itali." Ajo i buzëqeshi e ndrojtur. "Ah, Elira, vajza ime e mirë. Çfarë bën ajo? Nuk më ka telefonuar këto ditë." Ai uli kokën. "Është mirë, vetëm pak e lodhur." Gruaja i ofroi kafe. Ai pranoi. Ndërsa ajo fliste për vajzën e saj, Leonardo ndjeu një ngrohtësi që se kishte përjetuar kur. Ishte si të kuptonte për herë të parë pse Elira ishte ashtu si ishte. Kur u kthye në Itali, mori një vendim, nuk do lejonte që ajo të humbiste për shkak të tij. Përmes kontakteve të tij, arriti t'i rregullonte një ofertë për të punuar në një kompani tjetër prestigjioze hoteliere, por pa emrin e tij të përfshirë. Vetëm si një referencë anonime. Kur Elira mori emailin për pranimin, s'u besoi syve. Pas pak, kuptoi kush ishte pas saj. Shkroi vetëm një mesazh. "Faleminderit, por unë dua të fitoj vendin tim pa hije mbi kokë. Mos më ndihmo më." Atë natë, Leonardo qëndroi para detit vetëm. Njerëzit e pasur janë mësuar t'i blejnë gjërat, mendoi ai. Por kishte kuptuar se disa gjëra s'mund t'i blije, si respekti, si dashuria, si ajo vajzë që përballoi publikisht dhe e bëri të ndjente ndjesi njerëzore. Pas disa javësh fresorti u hap.
Ishte një sukses I menjëhershëm, por ai nuk ishte I lumtur. Në çdo cep të ndërtesës, në çdo detaj të dizajnit, shihte dorën dhe frymën e Elirës. Një ditë, gjatë një eventi inaugurimi, një gazetare e re I bëri pyetjen që se priste. Zoti Rizi, është e vërtet që ideja e këtij resorti lindi nga një vajzë shqiptare që ju frymëzoi? Ai e pa drejt në sy dhe tha: Po, dhe ajo vajzë më mësoi më shumë se çdo universitet që kam ndjekur ndonjëherë. Fjalët e tij bën jehon. Brenda orëve, rrjetet sociale shpërthyen përsëri. Këtë herë jo me tallje, por me respekt. Dhe në mesin e atyre që pan lajmin, ishte edhe Elira. Ajo ndjeu një dridhje të lehtë në gjoks. Për herë të parë, nuk ndjeu inat, ndjeu diçka më të thellë, mirëkuptim. Atë mbrëmje vendosi t'i shkruante. E pash intervistën. Ndoshta të kam gjykuar rënd, por ndoshta të dy kishim nevojë për pak kohë për të kuptuar. Përgjigjja erdhi menjëherë. Kam pritur vetëm këtë mesazh. Në ditët që pasuan, u takuan përsëri. Këtë herë, pa kamera, pa zhurmë, pa njerëz rreth. Vetëm dy zemra që kishin kaluar në përshumë për t'u gjetur sërish. Por jeta kishte ende prova për ta, pasi u takuan sërish, Elira dhe Leonardo vendosën të mos flisnin për të kaluarën. Le të fillojmë nga e para, por këtë herë pa bujë, I tha ajo. Ai e pa me sytë e tij të lodhur, por të ngrohtë dhe u përgjigj. Vetëm nëse më premton se nuk do ikësh më pa më thënë pse. Ajo buzëqeshi lehtë, një buzëqeshje që përfshinte dhimbje e butësi në të njëjtën kohë. Premtoj. U kthyen në përditshmëri të thjeshtë, lart kamerave e gazetave. Elira rifilloi punën në një hotel tjetër më të vogël, ndërsa Leonardo vazhdonte bizneset e tij, por me një qasje krejt tjetër. Në vend të luksit të egzageruar, filloi të investonte në projekte humane, stre për punëtor emigrant, bursa për student nga Ballkani, fonde për gra që kërkonin pavarësi ekonomike. Elira e vëzhgonte shpesh nga larg dhe ndonjëherë se besonte se I njëjti njeri që dikur I bërtiti në lokal, tani po ndryshonte botën përreth. Një natë, ndërsa po ktheheshin nga një darkë modeste pranë detit, Leonardo ndaloi makinën buz rrugës. Qielli ishte plot yje dhe era sillte aromën e kripës. Elira, tha I ngadalë, e di që s'mund ta fshija të ditë, por ndoshta ajo bërtitje ishte gjëja më e mirë që më ka ndodhur. Nuk duket shumë romantike si fillim historie, tha ajo me humor. Jo, por më zgjoj. Të zbulova ty. Dhe veten. Ajo I kapi dorën. Ishte e ngrohtë, e sigurt. Në atë moment, as pasuria, as diferencat, as paragjykimet s'kishin më pesh. Ishin thjesht dy njerëz që kishin mësuar të ndjenin sërish. Por lumturia nuk vjen kurrë pa prova. Një mëngjes, Leonardo u rrëzua papritur gjatë një takimi pune. Fillimisht menduan se ishte lodhje, por analizat treguan diçka më të rëndë, një problem në zemër I trashëguar I pa zbuluar më parë. Mjekët rekomanduan operacion urgjent. Kur Elira mori lajmin, I iku ngjyra nga fytyra. Shkoi me vrap në spital. Ai ishte në dhomën e bardhë, I lidhur me tubacione, por sërish I qetë. Mos më shiko ashtu, I tha me zë të butë. Jam ende gjallë. Ajo I mbajti dorën fort. Nuk dua të humbas. Jo tani. Nuk të më humbasësh. Kam shumë arsye për të luftuar. Një prej tyre je ti. Operacioni u caktua për pas 3 ditësh. Ai kërkoi që të mos qëndronte aty. Do të shqetësoj vetëm, tha ai me një buzëqeshje të brisht. Jo, do të rri këtu. Derisa të dalësh. Ajo se la vetëm as për 1 minutë. Çdo natë flinte në një karrige pranë dhomës së tij, me kokën mbështetur në mur. Infermierët filluan ta njihnin, e quanin shqiptarja me zemër hekuri. Operacioni zgjati 7 orë. Disa herë mjekët dolën me fytyra të tensionuara. Kur më në fund kirurgët dolën dhe dhan lajmin se gjithçka kishte shkuar mirë, Elira u ul në dyshem edhe çau, për herë të parë me lehtësim. Ditët që pasuan ishin të vështira. Ai u rikthye ngadalë, më I qetë, më reflektues. Një mbrëmje në dhomën e spitalit I kërkoi të afrohej. Elira, kam diçka për të thënë. Mos më tremb më, të lutem, tha ajo me zë të butë. S'është keq. Është një lutje. Ai zgjati dorën drejt sirtarit dhe ngjori një unas të thjesht, argjendi. Nuk dua martesë me pompozitet. Dua veç të di që nëse nesër më ndodh diçka, e vetmja grua që ka qenë në zemrën time deri në fund do të jesh ti. Elira u shtang. Lodhët I rrëshitën në faqe. Po, Leonardo. Edhe nëse s'ka dasmë, edhe nëse s'ka kuror. Unë jam këtu. Deri në fund. Pas shërimit, ata u zhvendosën përkohësisht në një shtëpi të vogël buzë liçenit Garda. Larg zhurmës, larg njerëzve. Aty jetuan ditë të qeta, plot thjeshtësi. Ai lexonte libra, ajo gatuante. Në mbrëmje dilnin në verandë dhe shikonin dritat që pasqyroheshin mbi ujë. Por jeta sërish I vuri përballë një dileme.
Një kompani nga Dubai i ofroi Leonardos një projekt gjigant që do ngrinte në nivel global, por do kërkonte të largohej për 2 vjet. Ndërkohë, Elira mori një ofertë për të drejtuar një hotel në Shqipëri, në Velipoj, ëndra që ajo kishte dikur të kthehej në vendin e vet me dinjitet. Ishin 2 rrugë që ndaheshin. Një natë gjatë darkës ai e pyeti: "Nëse të them të vish me mua, do vish?" Ajo uli syt. "Jo, Leonardo. Jo këtë herë." "Pse?" "Sepse unë e di si është të humbas gjithçka për dikë tjetër. Nuk dua që ti të humbas vetëm për mua. Dhe as unë s'dua të jetoj në hijen e dikujt. Dua të di që mund të ngrihem vetë." Ai e pa gjatë me dhimbje, por edhe me respekt. "Dhe nëse të them se s'mund të iki pa ty, atëherë mos ik. Por nëse ikën, dije që s'do të humbasësh dashurinë time." Ajo nuk lidhet me afërsinë, por me kujtesën. Në mëngjesin tjetër, ai I la një letër mbi tavolinë. "Do iki, por do kthehem. Dhe kur të kthehem, dua të të gjej aty ku e di që I përket, mes njerëzve që të frymëzojnë. Sepse kështu të dua, të lirë." Elira nuk qau. Vetëm u përkul mbi letrën e tij dhe buzëqeshi me trishtim. Ai u largua me avion, ajo u kthye në Shqipëri. Vitet kaluan ngadalë. Elira ndërtoi një karrierë të qëndrueshme. Hoteli që drejtonte u bë një nga më të njohurit në veri. Punsoi vajza të reja, I ndihmoi të mësonin, t'u jepte mundësi, njësoj si dikur Leonardo I kishte dhënë asaj. Një mbrëmje vere, pas gati 2 vitesh, në oborrin e hotelit një makinë ndaloi. Nga dritarja e hapur, ajo pa një fytyrë që se kishte harruar kur. Ishte ai, me flok pak më të thinjur, por me të njëjtin shikim që fliste më shumë se çdo fjalë. Ai eci drejt saj, pa thënë asgjë. Ajo po dridhej, por s'lëvizi. Kur u afruan, ai I tha thjesht: "Të mbajta premtimin." Ajo I hodhi krahët dhe s'u tha më asnjë fjalë. Sepse ndonjëherë, historia më e madhe që mund të jetosh është ajo që se ke planifikuar, ajo që nis me një bërtitje në mes të lokalit, por përfundon me një përqafim që zgjat gjithë jetën.